Qasim Lachin e ka mësuar me gola spektakular dhe një të tillë e ka shënuar edhe tje në javën e fundit të kampionatit çek të futbollit. Mes fushori kombëtares ka shënuar një gol me shumë vlerë në takimin mes Sparta Pragës dhe Sigma Olomouc. Pas një sezoni ku Sparta Praga fillimisht mori pjesë në fazën e grupit në Champions League, në javët e fundit ajo rrezikonte të mos përfaqësohej në Europë, pasi humbi plotësisht kontaktin me Kreun me 4 humbje rrapëzi. Edhe në takimin e tjeshëm ndaj Sigma Olomouc, ajo u gjend në dizavantazh me një rezultat që dubonte të mos luante as në Conference League, po në minutën e 69 erdhi momenti i Lachit për të ndryshuar situatën. Mes fushori pa hapësirë para tij dhe nga rreth 20 metra lëshoi një gjuajtje të fortë që u ndal vetëm në 3 këndshën e portës kundërshtare. Ky ishte goli i tretë të kampionat për Lachin, i cili ka dhënë 4 asist të sezon me skuadrën e njohur çeke.